Pas ditës së dhimbshme të varrimit, Gjesti ka ndarë sot një fjalim prekës, duke e falenderuar të gjithë ata që i qëndruan pranë në këto momente të rënda. Ai u shpreh se mbështetja e madhe që ka marrë nga familjar, miq, të afërm dhe ndjekësit e tij në publik e ka ndihmuar të gjejë forcë për të përballuar një dhimbje që nuk ka fjalë për ta përshkruar. Gjesti falenderoi të gjithë të pranishmit në ceremoninë martore, duke theksuar se prezenca e tyre ishte një ngushëllim i madh për familjen Kelmendi. Ai u shpreh se dhimbja e humbjes së vllait të tij do ta shoqërojë gjithmonë, por fakti që ka pranë njerëz që e mbështesin e bën më të durueshme këtë barë të rënd. Falenderit nga zemra për çdo fjalë, për çdo përqafim dhe çdo mesazh që keni ndarë me mua. Kjo më ka dhënë forcë të mos dorëzohem para dhimbjes, tha ai me lot në sy. Në fjalimin e tij, Gjesti përmendi edhe ndjekësit e shumt në rrjete sociale, duke i cilësuar si një familje të madhe shpirtërore. Ai tha se nuk e kishte imagjinuar kur një mbështetje kaq të madhe nga njerëz që ndoshta nuk i njeh personalisht, por që i kanë qëndruar pranë me zemër dhe me lutje. Sipas tij, kjo është prova më e qartë se dashuria dhe mirësia njerëzore janë më të forta se çdo gjë tjetër. Kjo mesazh falënderimi u prit me emocione të mëdha nga ndjekësit, të cilët e shpërndan gjerësisht dhe e përshëndetën për forcën dhe mirënjohjen që tregoi në një moment kaq të errët të jetës së tij. Fjalët e Gjestit, edhe pse të dhimbshme, ishin plot dritë dhe mirënjohje, duke lënë një mesazh se në tragjedi të tilla, solidariteti dhe dashuria njerëzore janë mbështetja më e madhe që mund të ketë dikush. Në fund, ai përsëriti se kjo humbje do të mbetet një plagë e pashëruar, por kujtimi i vëllait të tij do të jetojë gjithmonë në zemrat e familjes dhe të atyre që e deshën. Ai do të mbetet përgjithmonë engjëlli ynë, u shpreh Gjesti, duke falënderuar edhe një herë të gjithë për dashurinë dhe për krahjen.